ka ndodhur kjo, si zgjedhje lokale si qendrore. Mbledhen fondet, e bëjnë me qëllim edhe deri në vitin e 3. Si kësaj here. Kësaj here është sui generis, pak më shumë kena milione të thot në buxhet të shtetit të pashfrytzuar dhe fillojnë tash ato investimet kapitale fatkeqësisht për i përsëris, që domethënë qytetarin mban momentumet e fundit se ato do thotë politikat, veprimet konkrete që në vitin e parë ose dytë qeverisjes. Dhe kjo është një praktikë e keqe ballkanike, e cila ndodh gjithmonë që krejt projekte më madhore, po ura, po autostrada, po shkolla, investime, e gjitha këto po ndodhin kur është para një fushate, gjë që është e dëmshme në fakt në zhvillimin e një jete normale. Unë e juve, vëllai, që një 3 vjet që rrim kështu. Cila? Gjithë që të momentumi, sa është momentumi, është për fushate. Unë se thash, am dëgjove mirë, a thash? Jo, dëgjova edhe ty edhe Vesarin. Jo vetëm kjo, do të gjitha qeverit. Po dikur do të me punu Gjitha qeverit. Jo, qeverit do të me punu jo vetëm pak, lutem. Se s'përfundoj rruga autostrada. Avokat, lutem. Lutem amundem. 10 vjet, avokat që 10 vjet kalojnë në nuk mundet një vit. A bë vetëm pak, lutem. Viti parë, i dyti, i tretë flet. Kondo që i kanë bërë do kontrota. Kondo që i kanë bërë do kontrota. Nëse për ti e foqe. E tani ordet mirë që kanë bërë. Këta me bë mirë, po Kosdinas me bë mirë. Ka që për thotë zotri Shkodra nuk është e vërtet. Pyetje pse? Nuk është e vërtet. Pyetja ishte edhe kolegja po ndërhyj. Kallzova pse? E lexoj deklaratën, reagimin e ambasadorit gjerman. Një fjalë mojtan men. Përmbahuni nga ndërtimi. Çka i bën kjo? A di më na shpjegoj çka nuk kupton në gjuhën diplomatike fjala të përmbahuni nga ndërtimi. Çka i bën më? Mor fjalën e gjuhës me shqipe. Çka po i bën më përmbajt? Ta përkthysh. Çu lexon ti këto? Zakonisht. Ambasadori gjerman po thotë mos i ndërtoni. Po ç'a më bë, mos më ndërtua? Gjermani është njëri prej partnerëve kryesor strategjik që kanë ndihmuar Kosovën prej pas lufte deri më sot. Mirë shumë. Zotë Shkodra ti po mos më ngoj. Edhe do tonë se francezë që ato e kanë ndoq atë urën e Ibrit. A mendon se ato vetë kanë mendoa? Dëgjom, nuk po thamë në mendo urën. Ti po thu me mendo urën. Jo, s'po thamë, s'kom thon kur. Ti po thu rast, po liru. Mirë po, miku do të më dëgjoj. Transkriptit kush çka ka fol. Miku po thot decidivisht, përmboju. Përmboju mos e ki punë më urgjente të tjera. Çore edhe po tham kështu. Prioritetet i din qeveria. Jam për urave, mirë po. Prioritetet i din qeveria. Me pompozitet. Aty ne koni fan ambasadori Grenell se pati shpoll Perëndiu këtu. Është fushat për me kosgota çështën e marrë. Një dy herë që ka prioritet. Nëse duhem bashkëpunë për Vashington. Bashkërohet ky popull. Am dëgjoj çfarë thash. Ka punë. Am dëgjova Kosovë të pakryme. Jo nuk dëgjova se edhe ti të njëjtën fjalë që 3 vjet jetë e thon. Janë presë. Mirë. Aty ku dallim mes me atë. Do të më bëmi tregon. Ne mbështes qeverinë teme për me marr kontroll vetë. Do diskutimin rrafshin personal, ju lutem. Ti nuk e mbështet. Dulem shumë prej. Jo, po. Jo pse në çështje. Është 100 zamas ministër. Po ndresh më mirë. Ti kresh edhe pozhari. E pam deklaratën e zotit Kurti. Komunikatën e ambasadës gjermane, nëse duhet ta komentoj edhe unë, i nënvizova 2 fjalë.